Christian Aslani ka qenë një ndër lojtarët më të kritikuar pas humbjes së Interit në derbin përpallë Milanit në Kupën e Italisë dhe në mediat italiane shkruhej dje se kjo sfidë kishte nxjerrë në pa faktin se Aslani pritet të largohej në verë pasi nuk ka përmbushur pritshmëritë. Gazeta dello Sport i kishte vendosur notën 4 futbollistit shqiptar në vlerësimet e saj për ndeshjen, por gazetari i njohur italian Maurizio Pistocchi ka shprehur çudinë e tij me këto vlerësime për mesfushorin shqiptar, pasi mendonte se Aslani kishte qenë ndër më të spikaturit në fushë për ndeshjen në fjalë për sa minuta kishte qenë në lojë për Interin. Pasi kam parë dhe riparë për skrupull Inter Milan, tronditëm kur lexoj se Aslani ishte ngelës nga Gazeta dello Sport, ndërsa sipas opinionit tim modest, ishte një nga më të mirët mes sikaltërve. Opinioni konfirmuar dhe nga një nga faqet e analizave futbollistike më të besueshme SofaScore, e cila ka analizuar ndeshjen dhe ka vendosur Aslanin me vlerësimin statistikor 7 mes më të mirëve, me Bisek 7.4 dhe Lautaron 7.2. Ka ardhur momenti që edhe vlerësimet të bëheshin duke përdorur të dhënat statistikore. Shifrat mund diskutohen, opinionet po, shkruante ai në një postim në rrjetet sociale, duke i dalë në krah Aslanit.